Pritjes tashmë i erdhi fundi spektakli shumë pritur nga të gjithë Ferma VIP është gati të nisë një rrugtim nga kjo e hënë. Edicioni i dytë i këtij super prodhimi garanton një sukses të vërtet duke sjellë sërish në ekran personazhe të njohura nga bota e showbizit dhe jo vetëm, të cilët do të përballen me sfida, konkurrencë dhe garë të fortë për një qëllim, fitimin e çmimit të madh. Përveç ritmit të shpejtë dhe ngjarjeve të papritura që janë tipike për këtë format, konkurrentët e Ferma VIP do të shfaqin përpara publikut 24 orë në 24 të gjitha dimensionet e tyre. Fermerët do të kalojnë rreth 3 muaj në një fermë ku jeta e fshatit do të kthehet në rutinën e tyre të përditshmërisë, duke përballur vështirësitë e punëve të fermës dhe duke u testuar përballë natyrës dhe kushteve të papritura të jetesës. Në moderimin e Luana Vjollcës, ky prodhim i Vision Plus do të sfidojë aftësitë e pjesëmarrësve në punë fizike, si dhe strategjitë e tyre për të krijuar aleanca, për të menaxhuar emocionet dhe për të bashkëtuar në një ambient ku çdo hap mund të ndikojë në fatin e tyre. Kjo do të jetë një luftë për të mbajtur balancën mes bashkëpunimit dhe rivalitetit. Por Ferma VIP premton shumë, emra të paparashikuar që do të bëhen pjesë e kastit, një dyshe fantastike opinionistesh, si dhe një kryeplak që as nuk e kishit menduar. Përmes një miksimi të elementëve të reality show-t dhe programit të lojrave, Ferma VIP 2 do të angazhojë të gjithë ata që e ndjekin, duke u bërë kështu një nga spektaklet më të ndjekura dhe më të diskutuara në Shqipëri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.